Janë dorëzuar vullnetari lidhet me politikë, fakti se akuzuari ka qenë udhëheqësi USHK-s. Ish diplomati amerikan James Rubin, i cili të martën ka dëshmuar për ditën e dytë me radhë në Hag, në dëshminë e sotme ka goditur ashpër prokurorinë speciale. Gjatë dëshmisë së sotme ai ka numëruar shkeljet që kjo gjykatë ka bërë në raport me Hashim Thaqin, duke thënë se kjo nuk është drejtësi. Ai ka alversuar se prokuroria po e akuzon politikisht Hashim Thaqin. Fakti që të akuzuarit kanë qenë në burg, janë në paraburgim këtu në Hag për më shumë se sa 5 vite, dhe fakti që ato janë dorëzuar vullnetarisht dhe fakti që janë mbajtur të ndaluar për kaq shumë gjatë më shqetëson, mendoj që lidhet me politikën dhe me shtetin e së drejtën. Dhe mua më shqetëson fakti që dikush të jetë i paraburgosur për 5 vite përpara se sa të fillojë të ndiqet penalisht një çështje penale, ndërkohë që këta persona kanë dhënë vullnetarisht, janë dorëzuar vullnetarisht dhe kanë qenë shumë bashkëpunues me gjykatën. Diplomati amerikan ka vazhduar kritika ndaj prokurorisë për mbajtjen e paraburgim të Thaqit për 5 vjet. Ai ka rikujtuar prokurorisë se Thaqi e ka krijuar vetë këtë gjykatë dhe se është paraqitur vullnetarisht. Këto kritika Rubin i ka bërë pasi prokuroria e ka pyetur se pse nuk ka pranuar të intervistohet nga zyra e prokurorit të specializuar. Sekretarja Albright nuk ka pasur këtë lloj drejtësie në mendje kur ka iniciuar krimin e ish tribunalit të Hagës kundër Jugosllavisë ose ato të Ruandës. Kështu që mua kjo më është dukur vetëm thjesht si një fajsim kolektiv për shkak të faktit se akuzuari ka qenë udhëheqësi USHK-s. Duke qenë se i kam parë nga afër liderët e USHK-s në përmale, në përbjeshk, dhe mendoj që asnjë person tjetër jashtë USHK-s e ka pasur këtë mundësi, duke pasur një ide të mirë të funksionimit të USHK-s. Unë për 3 ditë me radhë kam parë nga afër se si janë sjellë ata, se kush ishte përgjegjës, kush ishte komandanti, kush ishte mbështetës, duke pasur këtë lloj njohurie dhe duke ditur se si kanë qenë zhvillimet, unë vërtet mendoj që kjo ka qenë e gabuar. Kjo nuk është drejtësi. Edhe pas më shumë se 3 orësh, Rubin po vazhdon dëshminë e tij në Hag.